Kandidati për deputet i Partisë Social-Demokrate Hekuran Alia gjatë një prononcimi për televizionin ton është shprehur mbi arsyet e pjesëmarrjes së tij në garën për parlamentarët e 11 majit dhe aktivizimin e tij me këtë parti që sipas tij ka në qendër familjen dhe njerëzit në nevojë. Alia e sheh veten si zëri i vërtetë i qytetarëve të vet në parlamentin e ardhshëm shqiptar. Duke parë që deputetët që dalin gjithmonë nga qarku i gjirokastës, duke qenë sepse ne jemi te kjo pjesë, janë të gjithë jashtë realitetit ose asnjëherë nuk flasin për problemet që neve kemi ose qytetarët tanë kanë. Domethënë ata janë zgjidhen deputet që ata të flasin për neve dhe pastaj ata na kthejnë neve në shërbim të partive që ata përfaqësojnë. Kjo është një nga arsyet dhe qëllimi im kryesor që hyra në këtë lloj gare për të treguar qytetarëve ose për të qenë një zë i qytetarëve, për të folur realisht për problemet që ka qyteti, për problemet që kanë qytetarët, drejt për drejt pa që në shërbim të askujtit. Domethënë i vetmi shërbimi i një deputeti duhet të jetë shërbimi ndaj atyre që e zgjedhin. Dhe kjo është arsyeja ime kryesore që marr pjesë në këtë lloj gare, por edhe duke qenë pjesa e PSD-s, mendoj që PSD-ja është partia më me vlera, një parti ku bazat i ka tek familja dhe duke mos qenë i përlyer asnjëherë me korrupsionin që ka mbërthyer këto dy partitë e mëdha. Duke qenë se vi nga zona e Tepelenës, dua gjithmonë të flas për problemet që qytetarët e Tepelenës kalojnë, sepse askush nuk flet për ata. I zgjedhim kryetar bashkish, zgjedhim ministra, kryeministra për të na shërbyer neve. Dhe pastaj gjithë kjo kthehet, i gjithë qyteti apo i gjithë njerëzit kthehemi në shërbys të atyre që ne i zgjedhim. Tepelena vazhdon, për cilën unë vazhdoj të flas sepse nga andej vi, mendoj që është edhe nga vendet më të vjedhura ose më të keq administruara nga administrata e qytetit Tepelenës, e cila i ka rëmbyer të gjitha pasuritë, e cila filloi që me ujin e Mezhgoranit për t'ia marrë, për t'ia kaluar oligarkëve apo lidhjeve tyre që kanë me pushtetarë të tjerë, të lidhur me PS-n. Po ashtu çdo lloj pasurie që është në qytetin e Tepelenës, malet, kodrën e Tepelenës, pallçien e Tepelenës që e quajmë neve, ose kurora e Tepelenës që e marr vesh tani së fundmi, e firmosur e dhënë prap e një firme që s'ka lidhje fare, nuk kanë lidhje fare me Tepelenësit. Tepelenësit janë shmangur, ose biznesin Tepelen, që deri në vitin 2013 kanë qenë pothuajse pesëfishin e atyre që janë sot, janë zhdukur nga Tepelena. Nuk kanë qenë asnjëherë të pranuar për të qenë pjesë e ekonomisë në Tepelen. Kjo ka qenë dhe arsyeja që unë jam detyruar që të marr pjesë, sepse unë po i rris fëmijët në këtë vend.